Kush e meriton Prishtinën? Kush e meriton Prishtinën? Orhan Ismaili. Pse? Se është... Më duket që është shumë i vendos njeri, jo sikur këta tjerët, me bëj gare, po është një tip i vendos. Kanë kime votu këtë herë? Unë kam votu Orhanin. Pse mendon që Orhani e meriton? Pse mendoj që është koha për Orhanin. Krejt kanë qenë kryetari, po do të mendru. Nuk ja kena jep mundësin ati. Po, se kena jep mundësin. Prishtinën gjithmonë kom dash me fitu dhe prapë fiton përparimin të tërskap. Pse mendon? Është njëri thjesht, o njëri punëtor, është njëri pa sherr, e meriton e mandat. Jo, nuk më zbulu, nuk e di. Është që maj mire. Përparim Roma. Kush po dënë ti me marë? Jo, s'kam preferum se krejt për raj njejt. Krejt për raj njejt. Po përparim me Orhani, Hajrullah Qeko, Besa. Jo, unë jam për vetë vendosin, kështu. Hajrullah Qeko. Pa tjetër, me ndryshu pak. Po rajna mo njëm për vetë vendosjen. Cila tash është? Po ka aty rana, ka normale. Po mat buta. Ka disa që nuk janë angjel mirë, po shumica, a i madhi është angjel. Se edhe nonën e ti kom pas profesorish, është shumë patriote. Nona kom. Po nona Albinit, Arifën, kom pas profesorish.